Gjakova e Ardianxhinit. Gjakova tash, unë mendoj që fiton Ardianxhini, mendoj që i Shkëndesh më kry pa baliotash, për nuk mund me thonë bashkë me sigurinë e plotë. Mendoj që këtu vetëvendosja është e fortë, nuk e kanë kandidatin më të përshtatshëm për garë elektorale lokale. Domethënë zoti Golja unë kam mek edhe një mirë, po nuk mendoj që ai është si kryetar, si kandidat për kryetar komune, mirë po këtu kemi pas disa debate që kanë qenë interesante, këtu ka një lëvizje pozitive edhe për LDK-n, te zoti Shehu po ashtu. Dhe gjasat për më kry pa balotazh unë i kam pak më të mëdha, po nuk i kam 800%. Mirë po mendoj që në fund Ardianxhini fiton, sepse Ardianxhini ka bënë një punë të jashtëzakonshme me Gjakovë, do të më e pranon. Gjakova është e bukur, Gjakova e kuqe. Për një me është transformu Gjakova. Nëse do të kishte balotazh, kisha dasht me qenë me LDK-n, me zotin Shehu, për shkak të kulturës e ai njeri, për shkak jeton Gjakovë, nuk është largu kur prej Gjakovë. Ka pas babën kryetare, Haqif Shehun, por mendoj shkon pa balotazh. Kështu që Ardianxhini mundet me pas rezultat shumë të lartë, mundet me shku ngjajshëm me Agim Aliun, me pas shifrat edhe me shku pa balotazh. Po nëse do të kishte balotazh, shpresoj që do të jetë zoti Shehu. Kemi Klinën. Klina është interesant, me që aty kandidati i PDK-s, që është pa ashtu riciklim një kandidati, si që përmendëm me Lipjanin, po në këtë rast unë mendoj që ka bën garë pak më të fortë. Ka shi kandidatit të AK-s, kështu që unë mendoj që këtu ka balotazh edhe gjasat për me marrë PDK-ja komunë, mendoj që janë pak më të mëdha. Në fillim garës nuk kam besu se profesori kryetar Zenuni është jashtëzakonisht i mirë. Mirë, po me sa kom pa kështu edhe në performancë edhe për informatave që vinë, domethënë ka lëvizje në Klinë kuptimin e elektoratit. Kështu që këtu nuk e përjashtoj që PDK-ja mundet fund balotazh me fitu komunën, pra Sokol Bashota. Shes Sokol Bashota. Ndërsa unë vazhdoj me balotazh, me zotin Zenun Elezaj. Unë e kom përmend publikisht se pa lekaj i ka ndihmu Sokol Bashotës, dhe ai ka një ndikim veçanërisht të bashkëdhetarët, të bashkombasit tanë të besimit katolik, por sidoqoftë në fund me balotazh për pak ka me dal Zenun Elezaj, sepse edhe matematikat mund të jenë të tilla dhe mbështetja nga disa figura të rëndësishme atje që ka marrë, s'po i përmendim me emra se ende nuk janë më zgjedhur, besoj që do t'ja dalë të fitoj profesori Zenun Elezaj.